Këto ndeshjet nuk kanë tregu agresivitet edhe po mendoj që nëse i kthehet Anglia në mënyrës së lojës që ka pas gjatë fazës e kualifikimeve, unë mendoj që Anglia do të jetë... Fazën e kualifikimeve ka pas ekipet shumë dopta profe, edhe kjo e ka rrajt edhe trenerin e Anglisë. Për që ato se ka marrë Palmerin, Arnoldin, ka gabu shumë. Ja, Anglia ka njën shumë lejtorë zërë të shpia. Anglia, s'dija ke parë në ndeshjet miqësore që ka luajtur me Holandën, me Francën, sa di, ka qenë shumë duket rezultatet kanë qenë... Kvalifikime kanë qenë fantastik. Po, edhe lojnat kanë qenë shumë të sigurta. Agresiviteti ishte 11 vetë, tash ishe 2 vetë sulmojnë, i treti shkon nga dalë, kur niset në sulm në fazën e kualifikimit, nisen 11 vetë, tash ishe nisen në sulm janë 2-3 të tjerë të ecin. Edhe treneri Anglis e ka gabim që po i mbron gabimet e vetë. Qa gabojnë trenerat mas shumëti? Që menojnë që janë të pagabush. Sa ma shpejt që e kupton që ke gabu, edhe nuk është kur gjë, ai po insiston me qata lojtar, edhe tash e blujtën se tash ti gazetarët e sportit Anglis të shtinat mollinin që ke ma heret edhe... E dominun Kroacin e mundën... Dominun, po ai po insiston me qata lojtar që pe i luin dopt, prap. Unë po shoh kundërshtarin e arshëm të Francës, në që se Anglia i kthehet disiplinës lojës, Anglia mundet me qenë kundërshtari i arshëm, edhe pse, po thëmë,